Добро вечер. Во Македонија има регистрирано близу 300.000 патнички автомобили. Половината од нив се увезени како половни во изминативе 4 години, кога беше дозволен повластен увоз со Евро 1 и Евро 2 стандард. Според официјалната статистика, мал е бројот на автомобили во државата кои имаат повисоки еколошки стандарди, односно автомобили што не се постари од 6 години. А токму возилата лани беа посочени како еден од клучните фактори за загадувањето, особено во Скопје. Од следната година, минимум стандардот што ќе треба да го исполнуваат автомобилите што ќе се увезуваат е Евро 3, кој е воведен во 2000 година. Дали за постарите автомобили ќе се плаќа и поскапа регистрација? На оваа тема во студиото разговарам со министерот за економија Бекхем Назири. Добро вечер. Добро. Министре, автомобили со Евро 2 стандард ќе може да се увезуваат само до крајот на оваа година. До кога ќе може да се увезуваат автомобили со Евро 3 стандард? Ajo e cila është definuar me iniciativë të Ministrisë së Ekonomisë është për automobilet me standarde Euro 1 dhe Euro 2. Dhanë bëhet fjalë se deri në fund të vitit do mund të importohen kësi lloj vetura. Për Euro 3 njëherë për njëherë është mundësia e hapur. Edhe vitin 2015 parashihet të gjithë ata qytetarë të cilët dëshirojnë të importojnë vetura me Euro 3, do të mund të importojnë. Mirë po, ne si Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me Ministrinë për ruajtjen e ambientit, jemi në ndjekje të ndotjes së Republikës së Maqedonisë, ndotje e cila vjen si rezultat i karburanteve të cilët e harxojnë veturat, dhe vitin 2016 ose vitin 2017 mundet që të ngrisim iniciativë që të ndalohet edhe importimi i veturave Euro 3. Да погледнеме анализата на колешката Ферикан Илјази, а потоа повторно се враќаме назад во студиото. Rreth 160.000 automobila të përdorura kanë hyrë në Maqedoni vetëm gjatë 4 viteve të fundit. Ky fluks u shënua pas vendimi qeveritar gjatë muajit mars të vitit 2010 për të lejuar importin e veturave me standard Euro 1 dhe Euro 2. Viti fillestar 2010 ishte më i bujshëm, janë importuar rreth 50.000 vetura të vjetra. Më pas, në varësi të nevojës së qytetarëve, interesi binte. Në vitin 2011, numri i veturave të importuara arriti në rreth 35.000, kurse në vitin 2012 u importua 28.546 vetura të vjetra. Në vitin 2013 janë blerë gjithsej 29.560 automobila të tillë, kurse sa i përket vitit aktual 2014, të dhënat e fundit të Drejtorisë së Doganave tregojnë se deri në fund të gushtit janë importuar rreth 17.000 automobila të përdorura. Prej numrit të përgjithshëm të veturave të importuara, 123.912 prej tyre u është bërë homologim. Numri më i madh i veturave me homologim, apo 51.651, ishin me standard Euro 2. Me standardin Euro 1, homologimi ju është bërë 32.292 veturave, kurse me atë Euro 3, 32.003 veturave. Homologimi ju është bërë edhe rreth 5.000 veturave me standardin Euro 4. Standardi Euro 5 dhe Euro 6 kap shifrën prej 2.324 vetura të vjetra, të cilave u është bërë homologim. Në këto kushte edhe numri i shitjes së veturave të reja shënoi rënje. Prej muajit mars të vitit 2010, kur hyri në fuqi ligji për import të veturave më të vjetra se 7 vjet, e deri në korrik të këtij viti janë importuar vetëm 20.000 automobila të rinj. Kjo nuk ishte një praktikë e njohur më parë. Për shembull, në vitin 2009, fiks para hyrjes në fuqi të ligjit, shitja vjetore e automobilave të ri ishte rreth 11.000, kurse vjet ky numër ra në 3.288. Në fillim të vitit të kaluar, importuesit e veturave të reja kërkuan nga qeveria që të ndërpres vendimin për import të veturave më të vjetra se 7 vjet, apo me standard Euro 1 dhe Euro 2. Arsyetimi i tyre ishte se këto vetura janë shkaktar kryesor për ndotjen e ambientit. Sipas tyre, është plotësuar tashmë edhe nevoja e shtetit dhe e qytetarëve për shumëllojshmërinë e parkut automobilistik.
Министре, оние кои веќе имаат автомобили со Euro 1 и Euro 2 стандард, до кога ќе може да ги регистрираат? Има ли некои такви рокови за сега? Do të thonë deri tani nuk ka afate se deri kur mund t'i regjistrojnë, ajo e cila është në fuqi, do të thonë ligji ose neni 31 ligjit për vetura e lejon që edhe më tutje të bëhet regjistrimi veturave me standarde Euro 1 dhe Euro 2 dhe në varësisht prej asaj se a do të mund t'i kalojnë kontrollat në aspekt teknik, a do përgjigjen pozitivisht kontrollave, ato do të mund të regjistrojnë edhe më tutje. Дали е можно да се случи еве во иднина да им се бара некои дополнителни трошоци да направат на тие собственици, па да треба да стават катализатори за да исполнат повисоки еколошки стандарди? Sa i përket, domethënë me ligj ende nuk kemi rregulluar një gjë të tillë, mirë po Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me Ministrinë e Ndotjes ose për ruajtjen e ambientit, domethënë ndjek se çfarë ndotje domethënë do bëjnë veturat me standarde Euro 1 edhe Euro 2 dhe në të ardhmen mund që të del një vendim i Ministrisë së Ekonomisë që të vendohet një gjë e tillë që të ketë aspekt pozitiv në aspektin e ruajtjes së ambientit. Тоа сте го разгледувале досега малку подетално ако може? Deri tani kemi bërë disa analiza, mirë po tani për tani ende nuk kemi vendim që ata të cilët janë shfrytzues të veturave me standarde Euro 1 dhe Euro 2 të bëjnë një vendim të tillë, ende nuk kemi vendim dhe viti 2015 besoj se një vendim i tillë nuk do sillet. Тоа ви покажуваат еве конкретно тие анализи. Што може да очекуваме? Дали граѓаните може да очекуваат дека ќе треба да стават таков катализатор? Ajo e cila është, domethënë, është se veturat me standarde Euro 1 dhe Euro 2 janë, domethënë, ndotësit kryesor në qytete, sidomos në qytetet e mëdha, mirë po me vetë faktin që ndërpresim, domethënë, importin për vetura me këto standarde, do të thotë që presim që të ketë efekte pozitive pas vitit, në fillim të vitit 2015 dhe presim që ndotja të zbres. Mirë po, nëse nuk kemi efekte edhe nga kjo, do shkojmë me efekte tjera, efekti arshëm, ose masa e arshme të cilën planifikojmë të bëjmë, është vendimi i filtrave në veturat Euro 1 dhe Euro 2. Министре, зошто тогаш се дозволуваше повластен увоз на Euro 1 и Euro 2, ако сега се планира да се има дополнителни трошоци за тие граѓани да ставаат катализатор кои, не знам, во моментов колку чини? Vendimi i filtrave është një shpenzim minimal. Edhe në shpjegimin tim unë nuk e shi prerë se kemi sjell vendim, mirë po në kontinuitet, do ndjekim ndotjen, varësisht nga rezultatet të cilat do i marrim nga Ministria për mbrojtjen e ambientit. Ministria e Ekonomisë kuptohet se në fillim edhe sendi kryesor është mbrojtja e ambientit, mbrojtja e qytetarëve të Maqedonisë. Edhe shpresojmë se nëse kemi rezultate efektive, nuk do duhet marrim një lloj mase. Mirë po, nëse kemi rezultatet janë negative dhe nëse ndotja është në nivel të lartë, atëherë duhet ne që t'i mbrojmë qytetarët tanë. Дали може да се пристапи кон зголемување на цената за регистрација што ја плаќаат собствениците на возила со Euro 1 и Euro 2 стандард? Kjo është praktik në fqinjën tonë në Republikën e Shqipërisë, atje domethënë nuk ka limite se cilat vetura mund të importohen, mirë po atje varësisht prej vjetërsisë së automobilit, pagesat janë më të mëdha, pagesa në aspekt të regjistrimit të veturës, pagesa në blerjen e karburanteve, mirë po në Republikën e Maqedonisë kësaj lloj masa nuk ka dhe nuk do të ketë në të ardhmen. Има тоа дефинитивна одлука или? Да. Дали ако по завршувањето на рокот за забрана за увоз на Euro 1 и Euro 2 стандард, возила со овој стандард, некој сака да донесе од некаде, од некоја друга држава, нели нормално, но со вграден катализатор, ќе може да се увезе таков автомобил? Конформ ligjit për vetura, nuk do mund ndonjë qytetar ose ndonjë kompani e cila mirret me shitjen ose blerjen e veturave të vjetra, pas vitit 2014 ose pas datës pas muajit dhjetor të vitit 2014, në fillim të vitit 2015 nuk do mund të importojnë vetura të cilët janë standard Euro 1 dhe Euro 2. На плацивите кај при продавачите на стари автомобили беше колешката Верица Павловска, да погледнеме репортажите.
Зголемена е побарувачката на автомобилите со Евро 1 и Евро 2. Измената на правилникот во Министерството за економија кој го регулира оваа дејност и кој е стапен на сила, се воспостави можност увозот на автомобили со Евро 2 стандард да може да се врши до 31 декември 2014 година. Евро 2 стандардите, ако се земе мотор со на дизел бензин, имате околу 1 грам на 1 километар се емитуваат азотни оксиди, имајќи предвид дека се користи автомобилот и поминува околу 5000 километри, тоа значи дека со секое возило се емитува голема емисија од азотните оксиди. Ако земете мотор со Евро 4, тука имаме веќе 50% помала емисија на штетни гаси. Целта на новата мерка според владата е со оваа динамика постепено, но и на побрз рок повторно да се обнови возниот парк во земјава, како што тоа се случи кога во минатото со претходните одлуки се изврши трансформација и замена на возилата кои беа без стандард или со Евро 0. Односно се заменија со Евро 1 стандард на моторите со понови возила од Евро 1 или Евро 3 стандарди на моторите. Министра, зошто сега се пристапи кон оваа мерка за забрана за увоз на Евро 1 и Евро 2 стандарди, автомобили со овие стандарди? Рековте дека сте во координација со Министерството за животна средина. Колкаво е загадувањето од овие автомобили? Имате? Домethënë, çdo masë e cila mirët nga ana e Ministrisë së Ekonomisë, domethënë pritem të i presim edhe rezultatat të cilat duhet të jenë si rezultati masës së cila mirët. Fillimisht, domethënë, kur e lejuam importimin e veturave me standarde Euro 1 dhe Euro 2, esenca edhe qëllimi kryesor ishte i kësaj masës që veturat të cilat janë më të vjetra, që janë vjetura nga 30 vite ose 40 vite, vetura si që janë Zastava 750, Fiat 1300, Jugot e vjetra, Zastava 101. Tani ju jeni dëshmitarë se pas vendimit të masës ose pas mundësisë që mundësuam si qeveri dhe si Ministri e Ekonomisë, tani në rrugët tona në përqytet nuk mund të shohim kësi vetura dhe efektet janë që në rrugët në përqytetet tona shohim vetura me standarde Euro 1 dhe standarde Euro 2. Pasi që u mbulua ki gap me këta vetura, tani e pam se qytetarët pothuaj se çdo familje posedon një veturë dhe pothuaj se çdo institucion ose çdo kompani private ka vetura me standarde pak më të larta nga veturat të cilat i përmenda. Dhe ne, pas analizave të cilët i bën, pasi që e pam se efektet janë të arritura, vendosëm që të ndërpresim importin e vetura me standard 1 dhe 2, dhe aspekti i dytë, ose segmenti i dytë, ose arsyeja e dytë, e cila na shtyni që të ndalim veturat
me standarde euro 1 dhe euro 2, është kuptohet aspekti ndotës ose aspekti për ruajtjen e ambientit jetësor. Nëse bëjmë një krahasim ose një komparacion mes ndotjes së veturave euro 1 dhe euro 2 dhe veturave euro 3, unë kam disa të dhëna të cilat janë të marrura nga Ministria për ruajtjen e ambientit jetësor, pothuajse, do thënë krahasimi është 1:5. Do thënë sa i përket monoksidet të karbonit për veturat euro 1 dhe euro 2 është 2.72, ndërsa me euro 4 është 0.50, që do të thotë 5 herë është e shumë fishuar ndotja. Nëse marrim domethënë krahasimin mes oksideve të azotit për veturat euro 1 dhe euro 2 me standarde euro 1 dhe euro 2, në veturat me euro 4 është 0.025. Domethënë ka krahasime kogja të mëdha, ka diferenca kogja të mëdha. Kjo është dhe një ndër arsyet pse kemi ndaluar domethënë veturat euro 1 dhe euro 2 стандарти. Дали се размислува опцијата, како во некои европски метрополи, да се забрани движењето во центарот на градот на возила кои што се со помал стандард? Domethënë, unë si Ministri i Ekonomisë në kontinuitet domethënë mbroj interesat në aspektin ekonomik të vendit. Sendi elementar për zhvillimin ekonomik në vend ose sendi elementar i çdo qytetari për të zhvilluar nevojat e tyra personale, po dhe nevojat e tyra që rrjedhin si rezultat i vendit ku jep kontribut në punë apo në kompaninë e vet, është vetura. Andaj në kontinuitet kemi ndeshje dhe kemi mosmarrëveshje me ministrin i cili është kompetent për mbrojtjen e ambientit jetësor. Nga ana e tij në kontinuitet kërkohet që standardet të rriten. Što znači to nesoglasuvanje? Pasi që nga ana e tij, domethënë kërkohen që standardet të rriten, domethënë të hyjnë në fuqi euro 4, ndotja të jetë më ulët, nga ana ime kërkohet që të gjihet një mes duke pas parasysh standardin ekonomik në vend, duke pas parasysh mundësitë ekonomike të qytetarëve në vend. Ne mundohemi që të gjejmë një baraspeshje, mundohemi që të gjejmë një mes që qytetarët sendin elementar të cili është vetura, që kompanitë sendin elementar i cili është vetura, të kenë, mirë po në kontinuitet të përgjigjemi pozitivisht edhe ndaj kërkesave të ministrit ose ministrisë për mbrojtjen e ambientit. Andaj edhe kemi bërë këto masa dhe në kontinuitet gjejmë një gjuhë të përbashkët bashkërisht që edhe qytetarët të jenë të kënaqur, po edhe ndotja e ambientit të jetë në nivel. Absolutikisht në këtë drejtim, siç e dini, është në fuqi ligjit se me vetura të randa ose me vetura të kategorisë M2 nuk mund të qarkullohet gjatë ditës në qytetin e Maqonisë. Kjo është në bashkëpunim me në kryeqytetin e Maqonisë, kjo është në bashkëpunim, domethënë, me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe ne në kontinuitet do i përgjigjemi pozitivisht të gjitha kërkesave që do rrjedhin për mbrojtjen e ambientit jetësor. Fillimisht përmenda që bëhen analiza që për veturat euro 3, domethënë, të bëhet prolongimi për vitin 2017, që mos kemi habit të qytetarët. Ajo e cila është në ligj, ajo e cila është në rregullore, është fikse viti 2016. Mirë po kemi kërkesa prej kompanive të ndryshme, prej qytetarëve, kemi kërkesa të ndryshme prej tregtarëve të cilët mirën me tregti, me blerjen dhe shitjen e veturave, për shqyrtimin e mundësisë sa mund të shqyrtohet për vitin 2017. Reagirat importerите në novi automobil? Domethënë, importuesit e veturave të reja kanë të drejtë domethënë një gjë të tillë që e kërkojnë. Ka ana tjetër domethënë ne jemi për të mbrojtur interesat e kompanive, po ashtu edhe importuesit e veturave të reja, andaj mundohemi që të bëjmë një balans, mundohemi që të bëjmë analizat, kemi rezultate dhe do të prejmë. Ajo që është e saktë për informim qytetarëve është se viti 2016, domethënë është deadline ose është viti i fundit për importimin e veturave me euro 3. Mirë po kuptohet, nëse kemi rezultate tjera nga kolegu im, atëherë do rishqirtojmë edhe do sjellim vendim për një gjë të tillë. Tani është ende herët që të përgjigjem strikt cili do jetë deadline-i për veturat e Na kratko, kako je regulirano ova во Kosovo, Albanija, Srbija, во соседството?
Në Republikën e Kosovës, do të thonë, atje importimi i veturave është i lidhur, do të thonë, me vite. Veturat të cilët janë më të vjetra se 13 vite nuk ju lejohet importi. Në Republikën e Shqipërisë, do të thonë, ajo është e rregulluar, do të thonë, nuk është e rregulluar me vite, nuk ka, do të thonë, ndalesa, mirë po varësisht prej veturës se sa është e vjetër, për regjistrimin e veturës duhet paguni paga më të mëdha. Bile kam venduar edhe rregull varësisht prej sa është e vjetër vetura, edhe për blerjen e karburante paguajnë mjete financiare më të mëdha nëse vetura është më e vjetër. Nëse bëjmë komparacion me Republikën e Serbisë, Republika e Serbisë është në të njëjtën vijë me Republikën e Maqedonisë, edhe atje domethënë veturat Euro 1 dhe Euro 2 nuk mund të importohen, importimi është i lejuar prej vitit për eurostandardet 3 ose më saktë thënë prej vitit 2000 e këndej. Potrošačkата на нафтени деривати во Македонија лани била намалена. Да видиме колку тони нафтени деривати се точеле на бензинските станици. Продажбата на нафтени деривати на домашниот пазар минатата година била намалена за 3,76% во споредба со продажбата во 2012 година. Односно, лани во земјава се потрошиле вкупно 777.133 тони нафтени деривати, додека пак во 2012 година биле потрошени 806.489 тони. Според податоците, граѓаните најмногу точеле дизел горива или дури 53% од потрошените нафтени деривати отпаѓаат на дизел горива, а 15% на моторни бензини. Лани граѓаните на Македонија потрошиле 413.742 тони дизел горива. При тоа податоците покажуваат дека од вкупно наточениот дизел само 2.361 тони отпаѓаат на биодизел, останатото е евродизел. За разлика од дизел горивата, потрошувачката на моторни бензини е помала. Вкупната потрошувачка на моторни бензини во земјава лани изнесувала 116.603 тони, од нив само 14.412 тони се Евро Супер 98, додека останатото Евро Супер 95. Цените на горивата на почетокот на минатата година биле повисоки од цените на крајот на годината, а најскапи во месеците февруари и септември. На почетокот на годинава, односно во јануари 2013 година, 1 литар Евро Супер 95 чинеше 82 денари, а во декември 78,5 денари за литар. Максималната цена ја имаше во февруари. Со иста динамика растеше и цената на Евро Супер 98. Во јануари лани, литар Евро Супер 98 се продаваше за 83,5 денари за литар, додека во декември чинеше 80 денари за литар, најскап беше во февруари. Во однос на цените, слична беше сликата и со дизел горивата, односно во јануари лани изнесуваше 72 денари за литар, а во декември 70 денари. Максималната цена дизелот ја имаше во септември лани. Актуелните цени на горивата пак годинава се од половина до 1,5 денар пониски од оние на крајот на минатата година. Министре, колку државата стимулира изградба на капацитети за производство на биогорива? Domethënë, Ministria e Ekonomisë në kontinuitet përpilon dhe përgatit strategji për ndërtimin e kapaciteteve për biolënd djegëse. Andaj, domethënë, përgatisim një strategji nacionale, e cila duhet të hyjë në fuqi vitin 2015, e cila strategji mundson atyre të cilët kanë interes për të ndërtuar kësi lloj kapacitete, të bën subvencionimin, që mundson domethënë participim në ndërtimin e këtyre kapaciteteve dhe mendojmë që me një gjë të tillë do kemi një efekt pozitiv në afate shkurte. Subvencije od 2015 počnu?
subvencionet parashihen që të fillojnë prej vitit 2016, mirë po të vitin 2015 do jetë vit i cili do përpilohet një strategji, e cila strategji ndoshta mundet edhe vitin 2015, pjesën e dytë të vitit 2015 të fillojnë me subvencione, mirë po tani për tani viti 2015 është përpilimi një lloj strategjie për ndërtimin e këtyre lloj kapaciteti. Ministre, vi благодарам за гостувањето во Економски магазин. Faleminderit për tесен kënaqësi ishte ime. А ние продолжуваме со реклами, потоа повторно се враќаме назад во студиото. Вредноста на доларот расте. Што значи тоа за глобалната економија и какови раст ќе се одрази врз цената на златото? Анализира Верица Павловска и аналитичарите од FX Leader. FX Leader, партнери јуај për investimet të sigurta. Доларот и еврото постојано се како на клацкалица, час едниот, час другиот зајакнува. Но како јакнањето на доларот ќе се одрази врз економијата, бизнисите, граѓаните, златото? Зборуваме со Никола Димков од FX Leader. Господине Димков, американскиот долар во последниот период зајакна во однос на контравалутите. Може ли да ни кажете на што се должи ваквиот раст? Доларот продолжи да расте во однос на своите контравалути и достигна 4-годишен максимум. Добрите економски резултати, меѓу кои можеме да издвоиме и новата ревизија на бруто домашниот производ, во вториот квартал константно ја зголемуваат поборувачката за американската валута. Според финалните прогнози, во вториот квартал бруто домашниот производ на Америка достигна речиси раст од 4,6%. Дали може да очекуваме понатамошен раст на американскиот долар? Одличните економски резултати, намалување на стапката на невработеност и достигнувањето на целната вредност на инфлацијата влијае на тоа федералните резерви да одлучат постепено да укинуваат монетарниот стимуланс во Америка. Врз растот на американската валута најголемо влијание имаше очекувањето дека конечно федералните резерви ќе почнат да ги зголемуваат референтните каматни стапки порано до она што беше предвидено. Според некои прогнози, сега се очекува дека во првата половина од 2015 година федералните резерви ќе го превземат овој чекор, а дека до крајот на оваа година ќе завршат со програмата за монетарни квантитативни попуштања. Сите овие елементи ни укажуваат на тоа дека за понатамошен раст на доларот ќе дојде во 2015 година. Како ваквото движење ќе влијае на американската и глобалната економија? Растот на доларот е последица и на подобрувањето на економијата, а не само нејзин пример. Во периодот на подобрување на монетарната политика, федералните резерви беа насочени на слабењето на американската валута и дури сега, кога е веќе постигнато оној соодветно подобрување, е донесена одлука за намалување на тие монетарни стимуланси. Во овој случај се очекува дека федералните резерви со внимание ќе ги следат и економските резултати и ќе водат своја избалансирана монетарна политика, која ќе обезбеди одржлив раст на економијата во Америка. За разлика од Америка пак, глобалната економија не е на завидно ниво. Например, ако земеме економијата во еврозоната и понатаму се бори за многу ниска инфлација и висока стапка на невработеност. За разлика од федералните резерви, Европската централна банка воведе нови мерки со цел да се постигне слабење на европската валута, а на тој начин да се подобри нивната економија. Па во однос на тоа, јакиот долар, чија цел е слабење на европската валута, може да доведе до подобар резултат за еврозоната, со тоа што да зголеми нејзината конкурентност поради цената на нејзината роба. Дали растот на доларот ќе влијае и врз цената на златото? Златото на пазарот има улога за алтернативен сигурен инструмент и е номиниран во долари. Растот на доларот во таа смисла има огромно влијание на движењето на цената на златото. Во последно време, неколку години, цената на златото достигна рекордно високи вредности само поради огромните попусливи монетарни политики на централните банки, а најмногу на федералните резерви на Америка. Со опоравување на американската економија и промената на смерот на монетарната политика на федералните резерви, поборувачката за овој племенит метал падна како сигурен инструмент. Сакам да напоменам дека ако дојде до значителен раст на американскиот долар, би можело да дојде до значителна промена на цената на златото и да влие нормално негативно на цената на златото, но сепак треба да се земе во предвид дека резервите на злато се ограничени и дека неговата цена не може значително да падне. На пазарот е да се самиот пазар е да се процени која е неговата реална вредност и сега кога се во прашање на малени политички и економски елементи.
FX Lider, partneri juaj për investime të sigurta. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në leksionin numër 2 të tregjeve globale financiare. Sot do të shpjegojmë se kush tregton në tregjet globale financiare. FX Lider, partneri juaj për investime të sigurta. Subjektet kryesore të tregjeve globale financiare janë kryesisht spekulatorët. Këta janë tregtarë si unë apo ndoshta si ju, që blejnë dhe shesin derivate monedash si ari, nafta, aksione dhe indekse të ndryshme në mënyrë që të përfitojnë nga ndryshimet e çmimeve. Vetëm 5% të gjitha transaksioneve të këtij tregu kanë karakter ekonomik, të tilla si transaksionet nga industria. Pjesa tjetër, prej 95%, janë transaksione spekulative. FX Lider, partneri juaj për investime të sigurta. Çfarë ndikon në tregun global financiar? Ky treg ndikohen vetëm nga të dhënat makroekonomike. Të dhënat mikroekonomike nuk kanë asnjë ndikim. Disa nga të dhënat kryesore makroekonomike që kanë ndikim janë pikërisht rritja e normave të interesit, normat e papunësisë, konfliktet politike brenda një vendi dhe gjithashtu jashtë vendit. Pra, me fjalë të tjera, tregu global financiar ndikohet vetëm nga zhvillimet e mëdha ndërkombëtare. Faleminderit për vëmendjen. FX Lider, partneri juaj për investime të sigurta. Ви благодарам за вниманието. Имайте пријатна вечер.